Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot shikues të sofrës kam sjell recetën e shërbetit për bakllavë për një tepsi me dimensione 4 vjet. Shërbeti është për një bakllavë të fortë dhe të shkreftë. Besoj se kam ju pëlqy mënyra se si e kam përgatitur shërbetin për këtë bakllavë, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e shërbetit për bakllavë. Unë jam duke përgatitur shërbetin për këtë bakllavë. Është tepsia me dimensione 40 me 35, pra dallon shërbeti për çdo bakllavë varet nga mallësia e tepsisë ku e keni përgatitur baklavën. Për baklavën e tillë na nevojiten këto masa të sheqerit për përgatitjen e shërbetit. Pra kam 2 paketine nga 900 gram, do me thënë 1 kg e 800 gram me sheqer na nevojiten. Një vanilë sheqeri për aromë. Këtu kam 900 ml me ujë. Shtoj dhe ujin te gota. Këtu kam dikon rreth 30 ml me ujë apo 3 lugë gjelle me ujë. Këtë ujin më tepër e hedhi për arsye që mos të kristalizohet baklava ku t'ja hedhim shërbetin. Qofse përgatitni në një tepsi më të madhe, atëherë shumoni masat e sheqerit dhe të ujit. Qofse e shton 1 kg sheqer, gjysmë ujë, kështu e përgjysmoni masën e ujit me sheqerin. Ja hedhim dhe ujin në gotë. Tash e dhezim zjarrin dhe në temperaturën mesatare e zim shërbetin derisa të vlojë duke përzier vazhdimisht, që mos të marrë një ngjyrë kafe shumë sheqerin. Nëse se përzim, atëherë merr një ngjyrë kafe, se në fund të enës fillon që të digjet sheqeri, kështu e përzim vazhdimisht që të tretët më shpejt. Shërbeti ka fillu që të vloj, atëherë ja hedhim 3 feta limoni apo marrim lëngun e gjysmë limonit ja hedhim dhe tash e ulim temperaturën mes të ultës dhe të mesmës dhe në këtë temperaturë do e zim shërbetin për 15 minuta, pra nuk guxon që t'jetë temperatura shumë e lartë pasi që do e trosh shumë shërbetin. Dhe e përzijm her pas here gjatë kohës së zirjes. Shërbeti është zier për 15 minuta, tash e largojmë nga zjarri. Pasi e kam largu nga zjarri shërbetit, ja hedhi 50 ml me ujë të ftohtë dhe e përzij mirë. Pra ndihmon që mos të kristalizohet uji i tepër, t'ja shtoj, sepse gjatë zirjes trashet pak dhe e përzij kështu mirë e mirë. Dhe shërbetin e kam hedhur kështu në një enë pak më të përshtatshme që ta kem më lehtë ja hedhi baklavës. Baklava është e ftohtë, kurse shërbeti është vali i nxehtë. Dhe ja shtojmë kështu mirë e mirë nga të gjitha anët. Mundohem që mirë t'i bëj gjithë pjesët e baklavës me shërbet. Ja kam hedhur shërbetin baklavës, tash e mbuloj tepsinën me një tepsi tjetër, tepsin ku ndodhet baklava, dhe lëm kështu që ta merr shërbetin të mbuluar, njëkohësisht dhe do ftohet dhe do jetë gati për konsumim. E lëm më së paku që ta merr shërbetin për 24 orë, nuk guxojmë asesi që ta mbuloj me një foli alumini, sepse do zbutet nga avulli i tepër baklava, kurse kështu me tepsi ka mundësi që t'i del pak ajri dhe të zbutet në mënyrën e duhur. Kjo është mënyra motra dashura se si përgatis unë shërbet për baklavë, pra e kam përgatitur për tepsi me numër 40. Qofse përgatitni në një tepsi më të madhe vetëm se shtoni masat, besoj se u ka pëlqyer mënyra se si e kam përgatit. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë dhe inshallah ju del kështu i mirë sikur se jemi.
Për më shumë video, abononë në kanalin tim zyrtar Sofra Shqiptare, Mirëmbëçi nga Sofra Shqiptare deri në recetën e radhës.